realitet si popull, kish dallime edhe mes tyre. Shembull, nëse e përshkruaj gjendjen e kryeqytetit të Kenjas, u konë ndoshta si Kosova para 20 viteve. Mirë po, udhëtimin që ne kemi bo prej kryeqytetit të Kenjas, prej Nairobit, ka qenë me aeroplan dikon 1 orë e gjysmë rrugë, e pastaj edhe dikon 700-800 kilometra kemi hyrë në thellësi të fshatrave të varfra të Kenjas, që mas 100 kilometrave kemi hasë në njerëz të cilët jetojnë. Domethënë jetojnë veç me natyrën, domethënë pa ushqime të sigurume, pa ujë, edhe pa streh, pa shtëpi. Në çka kanë qenë të jetu, domethënë prej drënjeve, prej thuprave që i kanë thurë për tek ne në të kaluamën muret, domethënë me qasi drënj, domethënë të improvizume, në çato kushte kanë jetu, që do ta shohim ndoshta njërin prej fotove që veç e prezanton gjendjen në cilën jetonin. Përballeshin, domethënë me realitet, për mbjetesë, vështërsitë të paspjegueshme se si arrin me mbijetu. Domethënë kjo shihej edhe në shëndetin e tyre. Domethënë prej detajeve të tjera që për shembull kur s'kan energji elektrike, për shembull as kohën nuk kanë mjete për matje të kohës, domethënë çka kanë avancu në disa komunitete është që përmes paneleve solare kanë ndërtu mesxhide në zonat ku ishin të përkatësisë fetare islame, edhe kur i pyeta qysh e matin kohën, qysh orientohen gjatë ditës, tha vetëm përmes ezanit, tash viteve të fundit. E ata të ezanit, a ata kur e thirrin ezanin, do me thonë se komunikimin e kanë pas edhe lëvizjen, kish ato punëtor staf, do me thonë prej qendrës qyteteve, që janë orientu, do me thonë ka qytete që kryjnë projekte të ndryshme, mirë po kryesisht me orientim me diell, me kusit në të kaluamën që ka qenë. Okej. A njëft për shembull ju telefona nuk kanë? Jo, në disa zona të varfra që kanë avancu ose ka investu shteti që ka rri me dërgu qoftë përmes paneleve solare ose në rrjet elektrik të dobët, shihej që kanë fillu mas ne mu pajisje edhe me sene të teknologjisë, me thonë edhe me telefona në disa raste, por në shumicën e zonave domethënë nuk kishin asgjë përveç aty në seneve që ajo ka ofruar rrethi natyra.